Unë besoj që pas këtyre dyjave problemi më kryesor do të jetë çështja e buxhetit, meqense Kosova duhet ta miratoj buxhetin më së voni deri më 28 shkurt. Në mënyrë që nga 1 janari të mund të ekzekutohen pagesat, sepse ndryshe nga muaji marsi tutje, nga 1 marsi, kërkoj ndjes, nga 1 marsi nuk mund të ekzekutohet më asnjë pagesë nga thesari i shtetit, as paga, as shtesa, as pensione, as pagesa për kontrata apo çfarë do tjetër. Prandaj është e rëndësisë së veçantë dhe meqense të paktën deri më tani nuk ka një dakordim ose nuk ka as indicie që mund të ketë dakordim për çështjen e presidentit, është e domosdoshme që të kalohen edhe marrëveshjet ndërkombëtare dhe me që është nënshkruar sot edhe pjesëmarrja e Kosovës në këtë bordin e paqes, duhet që edhe ajo marrëveshje të ratifikohet me 2/3 në kuvend, në atë mënyrë që të evitohet çfarëdo skenari ku në rast të dështimit eventual për zgjedhjen e presidentit, të paktën të kemi këto marrëveshje dhe të kemi një lloj vazhdimësie institucionale. Përndryshe nëse do të ketë vonesa me ankesat apo vendimarrjet e PZP-s, ekziston rreziku real, që është absolutisht skenari më ekstrem, që të mos kemi kuvend të konstituar as qeveri të zgjedhur deri më 5 mars, që është afati i fundit për ta zgjedhur presidentin, dhe që i bie paradoksalisht të shkojmë në zgjedhje të reja pa përmbyllur plotësisht një cikël zgjedhor në cilin vetë se ndodhemi. Po kjo do ta zhyt të vendin në krizë papame. Kjo do të ishte në radhë parë krizë kushtetuese, sepse nuk do dihej kush mund të jetë ushtrues detyre presidenti si pikë e parë, meqense kushtetuta e përcakton që vetëm kryetari i kuvendit, e që ne nuk e kemi një të tillë, sepse në këtë rast zoti Basha i takon një legislaturë tjetër dhe nuk mund të jetë ushtrues detyre i presidentit. Së dyti do ta kishim një kryeministër i cili është zgjedhur nga 3 legislatura më herët. E treta, sa i përket buxhetit, meqense njëti nuk do të mund të miratohej, kjo do ta pamundësonte edhe mbajtjen e zgjedhjeve, sepse nuk do të kishte as buxhet për KQZ-n që t'i organizojë zgjedhjet. Dhe e treta, mbase më problematike, fakti që afërsisht 200-300.000 qytetarë do të mbeteshin pa paga, shtesa me pensione të tjera, që normalisht do të ishte edhe kriza mbase më e rëndë socioekonomike që Kosova mund ta ketë imagjinuar ndonjëherë. Por me rezultatin zgjedhor dhe një lloj dakordimi të paktën të heshtur të partive që të përmbyllen dhe të përshpejtojnë këto procedura, unë besoj që të paktën konstituimi i kuvendit dhe qeveria do të ndodhin edhe nëse jo deri në fund të muajit shkurt, do të ndodh më së largu në ditët e para të marsit, para skadimit të afatit për zgjedhjen e presidentit.